Nga 1 janari, efektivet e policisë së shtetit do të kenë të përfshirë edhe ushqimin gjatë orarit të punës. Këshilli i Ministrave miratoi një vendim të ri që përcakton kriteret, si dhe procedurat e trajtimit me ushqim për punonjësit e policisë së shtetit, studentët dhe kursantët e strukturave arsimore, si dhe për disa kategori personash që mbahen përkohësisht në ambientet policore. Vendimi bazohet në ligjin e ri për policinë e shtetit dhe hyn në fuqi pas votimit në fletoren zyrtare, ndërsa efektet financiare zbatohen nga 1 janari 2026. Sipas rregullave të reja, punonjësit e policisë përfitojnë trajtim me 1 vakt drek kur orari i punës është 8 orë dhe me 3 vakte kur angazhohen në gatishmëri, situata emergjente, zgjedhje apo shërbime në kohë të zgjatura. Po ashtu me 3 vakte ushqim trajtohen edhe punonjësit e qendrës së edukimit fizik dhe sporteve elitare. Studentët dhe kursantët që ndjekin trajtim të detyrueshëm në Akademinë e Sigurisë do të marrin 1 vakt drek për trajnime 1 ditore, ndërsa për programet shumë ditore përfitojnë 3 vakte sipas ditëve të qëndrimit. 3 vakte ushqimi pa pagesë u garantohen gjithashtu edhe shtetasve të huaj që hyjnë ilegalisht, shtetasve shqiptar të kthyer nga jashtë, si dhe personave të ndaluar ose arrestuar deri në sqarimin e pozitës së tyre. Në rastet kur ushqimi nuk mund të sigurohet përmes mensës ose shërbimit catering, parashikohet kompensim financiar 500 lek për 1 vakt drek dhe 900 lek për 3 vakte. Këto shuma do të indeksohen çdo vit sipas inflacionit të instatit. Financimi mbulohet nga buxheti i Ministrisë së Brendshme.